Kastriot, po na ndëgjon? Mirëmbrëma. Përshëndes, mirëmbrëma. Si jeni? Përshëndetje të gjithëve. Urime festën e pavarësisë. Të faleminderit shumë. Gëzuar edhe ty sepse punon njerëz zakonisht shumë dhe duket që ke një lidhje të pandashme me Kosovën. Normal, edhe realizimi i këtij klipi, kësaj këngë të mrekullueshme, me kompozitor dhe me autor teksti Edmond Xhulali dhe me tenorin e mrekullueshëm që na nderon gjithë skenat e botës, të madhin Josif Gjipali, gjithashtu dhe unë, nuk mund të rrinim dot pa dhënë atë emocionin e shpirtit, atë që ndjejmë ne për Kosovën. Dhe jo pa qëllim e vënë dhe tekstin, titullin e këngës Kosova ime. Dhe kur jemi tek Kosova ime, ky nuk është projekti i parë që e bëni për nder të festës së pavarësisë së Kosovës. Ndonse tashmë ka kaluar në diçka tradicionale apo jo, sepse për çdo përvjetor juve ju kemi të pranishëm, Kastriot. Me thënë të drejtën, këto realizime të natyrës së kësaj këngëve, po them historike që mbeten, nuk mund të preken nga çdo kush, duke filluar që nga hymnet kombëtare. Kështu që kjo ishte një realizim me shumë dashuri, pim një kafe të tre së bashku, Edmondi, unë dhe Josifi, dhe ishte në periudhë më të vështirë kur në Kosovë kishte përmbytje. Dhe tham, pse mos ta realizojnë për pavarësinë një material e cila është më e madhe se kënga, është një balladë jashtëzakonisht profesionale. Dhe them se do të pëlqehet dhe do të pritet mirë nga audienca. Padyshim që po. Dhe kështu e realizuam, thjesht me dëshirë. Po gjithmonë duke pasur dhe miqet ashamirës të natyrave të zërit tonë, sidomos për shembull ambasadorin tonë që është në Tiranë, ambasadorin e Kosovës që është në Tiranë, zotin Dyrmyrshi, i cili na prezantoi me një mik, me një Ejup Ahmeti, i cili na ndihmoi me realizimin e klipit. Edmondi e realizoi këngën bashkë me orkestracionin, dhe me thënë të drejtën edhe një dy na surprizuan sa e ndigjuan këngën, janë ato të Kalas të Toptanit, edhe si gjithmonë pranë tenorit tusha Eurokoa me zotin Remzi Ejupi. Kështu që falenderojmë dhe juve që na bët sonde prezent. Dhe ne me shpirt e me zemër, unë kam aktivitet nesër dhe këndoj këtu në Tetov, në rektorat. Gjithsesi na treguat edhe rrethanat në të cilat është realizuar klipi, por si arritët... Klipi është realizuar aq bukur, me aq mjeshtëri, por dhe me një periudhë kohë shumë të shkurtër nga zoti Visar Kryeziu, një djalë shumë i talentuar dhe që nuk na u mërzit asnjëherë, me thënë të drejtën, se ne jemi tani profesionistë dhe profesionistët normal që kanë edhe diskutime. Por duke qenë dhe në largësi, kemi bërë, ka programuar kohën jashtë masë e mirë. Po si gjithmonë edhe televizionin duka gjinë. Unë kam mik e krem Lukën, kështu që duke pasur mik të madhin e krem ju kam dhe juve. Paçka se këtë vitri nuk më keni ftuar. E keni një minus. Të dhe duka gjini. Do ta rregullojmë, zotri. Se gjithmonë kemi qenë të ftuar aty. Do ta rregullojmë shumë shpejt, madje. Por gjithsesi, inshallah jemi mirë me shnet. I lumtur nesër për performancën që po të pret, pra për ardhjen tuaj në Prishtinë? Unë performoj u shkëput. Gjithsesi ne po të dëgjojmë. Do të rikthehemi. Unë performoj nesër në rektorat. Po dëgjojmë, në fakt po të dëgjojmë, por nuk po të shohim. Do të mund ta rregullosh vetëm kamerën që të rikthehemi sigurisht me pamje dhe me këtë komunikim që e kemi? Po, tani po shikon? Tash të shohim. Sepse besoj edhe shikuesit tanë dëshirojnë ta shohin edhe profilin tuaj, por edhe komunikimin që e kemi bashk. Por gjithsesi, kur jemi tek projektet, sa i përket pjesës çështjeve të lirisë, çështjeve të Kosovës përgjithsisht, duket që ju jeni me një këngë gjithmonë në momentet vendimtare. Për shembull, transferimi i VSK-s në ushtri dhe të tjera prapë nder të pavarësisë që ju kemi vazhdimisht, është kjo një lloj qëllimi që ju e mendoni fare mirë dhe shumë kohë përpara se të vini me një lansim të tillë, me projekte të tilla? Kjo dashuri është për natyrën e këtyre këngëve, që unë dhe zëri im flem,
por unë jo veç krahas vetes time që e angazhoj dhe i bëj me shumë shpirt, të thash i kemi borxhe atyre. Ata kanë dhënë gjën më të shtrenjtë për të gëzuar në sot. Kanë dhënë jetën e tyre. Kështu që unë jap një mesazh për artistët, për disa artistë, jo të gjithë, sepse nuk janë të gjithë, ka artistë të mrekullueshëm, kompozitorë të mrekullueshëm, profesionistë zakonisht këtë periudhë po vuajnë pak. Jap një mesazh për ata të cilët prekin muzikën, si me thënë, moderne, ose e kanë kthyer edhe në majmuneri, e kanë thënë edhe një herë tjetër. Duhet ketë kujdes breziri, duhet ketë memorie breziri. Është kërcyer, është hudhur lek, është gjuajtur me pushk, edhe në gjithë gëzime e dasmat shqiptare me vite. Është kërcyer, e gëzuar, e pjedhjet. Por nuk është prishur kur gjua. Por shikojmë që ka huazimet të muzikës shqiptare, të muzikës huj, ka kompozitorë që nuk thellohen shumë. Po shikoj, domethënë, një pjesë e brezit të ri që po na prishin gjuhën. Rilindasit kanë dhënë jetën për ta rregulluar gjuhën, për ta prur gjuhën letrare. Unë ndjej dhimbje, vërtet ndjej dhimbje. Prandaj ai brez artistash që unë them shoqësh që i kemi, edhe kompozitorësh, duhet si me thënë, t'i kthehen me losit tonë, me losit shqiptar, të marrin frymëzim nga aty të nxjerrim materiale, ndoshta edhe moderne, deri nga gjithë rrymat, me të gjithë rrymat muzikore, por që mos prishim gjuhën tonë. Po shikojmë një bastardim të merr. Kështu që jo pa qëllim po insistojmë, edhe kur mblidhemi me shoqëri, profesionist, profesor, akademik, është vërtet një dhimbje e madhe. Profesionistët po ndjejnë dhimbje. Duhet me pas kujdes. Edhe ju të televizioneve nuk duhet me i promovu. Unë e kuptoj që duhen të dalin të bëhen njerëz publik me njëherë, si shumë biznesmen të ri që duhen të bëhen të pasur me njëherë, por nuk mund të realizojnë dot. Kështu që duhet me pas ju të paktën të mos i promovoni. Unë kënaqem shpesh sidomos në periudhën e fund vitit, sepse rikujtoj shumë këngë popullore që ne i kemi humbur pothuajse disa atje, dhe vi rikujtoj në Gjakov, në Prizren, në Pej, me televizionet aq bukur, me artistë, por ka disa artistë, domethënë po bëhet një lloj gemishte, një lloj përzierje, nuk është mirë. Jo vetëm për televizionet, për përgjithësi po flas. Unë s'bëj dallime, unë flas Prishtinë, Tiranë, Gjakov, Berat, Durrës, Elbasan, domethënë Pej, nuk mundem të them kjo kështu, kjo kështu. Tetova, Struga, Shkupa, kupton, këto televizionet duhet me pas pak kujdes. Nuk po them me vend censur, sepse nuk do kthehemi në monizëm, por duhet me pas kujdes. Rilindasit tënë kanë dhënë jetën për ta prur gjuhën shqipe të pastër ashtu siç ka qenë. Nuk mundemi dot. Ne isha para 2 javësh në Kalabri, i kam disa miq arbresh, shkoj shpesh dhe ndjej ato fjalët e bukura arbrishte, aq të bukura. Fjalë të vjetra rrin dëgjoj. Ne po i humbim. Është gjinaf. Edhe kompozimet. Prandaj duhet me pas kujdes. Prandaj ne duhet i kthehemi, si me thanë, janë 2 ekstreme. O ekstrem që të bëhet një modernizëm, një globalizëm e tjerë, që e kuptojmë fort mirë, po të paktën ai globalizëm të ketë ADN shqiptare, ndërsa pjesa tjetër bën ekstremin, pastaj me edhe dalin si jashtë mode, jo këngët patriotike, jo nuk ndëgjohen më, jo etj. Përkundrazi duhet ndëgjohen, përkundrazi duhet jetë ushqim. Prandaj e jap një lloj këshille me gjithë shpirt e jap. Unë jam në një moshë tani, në 14 prill mush 60 vjeç, e do ta festoj në qytetin tim të lindjes në Elbasan. Dhe kam një hartë gjeografike të bukur me artistë që unë kam interpretuar, dhe do ta bëj me këngët e mrekullueshme 300 vjeçare të Isut Myzyrit, të Mustafa Budinit, të Qomilit Vogël, të Leksit Dvinit, të Muharrem Gurës. E me zi presim të dëgjojmë, se që i këndoni me po aq shpirt. Kështu që ju ftoj dhe juve të vini me një kamerë, ju ftoj jeni mysafir të mirë, se jeni pjesë, sepse pa ju, vërtet ju komplimentoj me shpirt. Nuk janë të gjithë që shkojnë drejt asaj rryme ose drejt atij modernizmin, thonjza, që them, unë them majmunëri, ja kam vënë emrin, majmunëri. Paktën ti kopjoni çik më bukur, ti veni që ka dhënë shqiptare, se komplet është krim. Edhe paktën me gjuhën shkan. O ke bo, që zot na fal, nuk e di.
një çorientim total. Ka qenë shumë kënaqësi të kishim sot në këtë lidhje direkte, Kastriot, të dëshiroj shumë suksese edhe në projektet e ardhshme. Dua ta them se duhet të gëzojmë të gjithë bashku këtë ditë, sepse po e përsëris dhe një herë. Ata kanë dhënë gjakun, jetën e tyre, me mosh nga më e reja deri tek mosha e vjetër. Kanë prekur pushkën, kanë ardhur, kanë ardhur nga Suedia, më e mend 3 studentë që studionin. Kanë ardhur edhe nisur direkt në front, në luftë, për të dhënë jetën e tyre. Edhe jo për ta orientuar, për të krijuar shqiptarizmin atë. Kështu bashkohet Shqipëria. Faleminderit shumë për një herë që keni gjetur kohë. Faleminderit për intervistën dhe që ju kujtoheni gjithmonë për tenorin Tusha. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë edhe për mesazhin e Jeni të mrekullueshëm. Jashtëzakonshëm që përquat. Ishte shumë kënaqësi. Edhe një urime zemër. Faleminderit shumë.